I fsheu familjes Shtadzanin, 12 vjeçaria lind poshtë urës dhe braktis bebin. Një vajzë e mitur, vetëm 12 vjeç, ka lindur fëmijën e saj poshtë një ure dhe më pas është larguar. Ngjarja ka ndodhur në një provincë në Kin. Ishin banorët ata që e gjetën bebin të braktisur poshtë urës. 12 vjeçaria, e cila ja kishte mbajtur të fshehtë Shtadzanin familjes, është gjendur, por ajo refuzon të tregojë se kush është babai i fëmijës. Vajza 12 vjeçare jeton me gjyshrit dhe i takon prindrit vetëm një herë në vit, pasi ata jetojnë në një qytet tjetër. Gjyshja tha se mbesa e saj nuk po ndihej mirë dhe ajo kishte vendosur ta çonte në spital. Por rrugës 12 vjeçaria i kishte thënë se do të ndalonte pasi i shkohej në tualet, ku më pas kishte lindur fëmijën poshtë urës. Bebi përsa lindur ndodhet në spital, ndërsa doktorët thanë për mediat se bebi ka lindur para kohe, por është në gjendje të mirë shëndetësore. Gjyshja u tha policëve se nuk dinte që mbesa e saj ishte Shtadzan. 12 vjeçaria po mbahet në kujdesin e një qendre spitalore, ndërsa shumë njerëz kanë dhënë ndihmë ushqimore dhe batanie për bebin.